Ditën e sotme mami i moderatores bukuroshe Kiara Tito duket se është kapur me mbesën e saj të ëmbël Luna Mari teksa kanë qenë në kafe. Një zonjë është ajo që i ka nxjerrë zbuluar duke i dërguar një letër, një mesazh që me siguri do i emocionoj të gjithë pa përjashtim. Ajo duket se ka parë gjithçka me shumë intësi. Ja se çfarë i shkruan ajo mamit të moderatores bukuroshe Kiara Tito: Mirëmbrëma Blerta Tito. Unë quhem Drita, jam një mësuese e gjuhës shqipe tashmë në pension. Nuk e di nëse ky mesazh do t'ju vijë si surprizë, por sot pata një përjetim që më shtyu të marr lapsin dhe të shkruaj. Ndoshta do t'ju duket e çuditshme që një e panjohur ju drejtohet me kaq ngrohtësi, por unë besoj se disa momente në jetë janë kaq të bukura, kaq të çmuara, saqë është e pamundur t'i mbajmë vetëm për vete. Disa dashuri janë aq të pastra sa ndriçojnë edhe ata që thjesht ndodhen pranë, dhe një nga ato dashuri e pash sot, në ju dhe në mbesën tuaj të vogël, Luna Mari. Teksa po kaloja në park, e zhytur në mendimet e mia, vëmendja më mbeti në një pamje që më ndali frymën. Një grua elegante, me një qëndrim fisnik dhe një buzëqeshje të mbushur me jetë, po mbante në krah një krijesë të vogël, të brisht, që dukej sikur e kishte gjithë botën brenda atyre syve të saj të pastër. Ai moment kishte një ngrohtësi që nuk mund të shpërfillet, një ndjesi që të mbështjell dhe të bën të ndalosh, të soditësh dhe të ndjesh diçka të rrallë, një lidhje të fortë mes brezave, një dashuri të pakushtëzuar që vetëm një gjyshe mund të japë. U afrova pak më shumë dhe kuptova se ajo gjyshe ishit ju, Blerta. Nuk mund të mos vëreja mënyrën se si sytë tuaj, plot me dritë dhe butësi, ndiqnin çdo lëvizje të vogël të lunës. Ishte një vështrim që nuk e kam parë shpesh, një përzierje e krenarisë, mirënjohjes dhe një premtimi të pathënë se do të jeni gjithmonë aty për të. Ishte një kujdes i pamatshëm në çdo gest tuaj. Mënyra se si ja mbështetnit kokën butësisht në kraharor, sikur të donit ta mbulonit me siguri dhe ngrohtësi. Mënyra se si i përshpëritnit fjalë të ëmbla, duke e përkëdhelur me një delikatesë që vetëm zemra e një gjysheje mund ta njohë. Luna Mari, e vogla e çmuar e Kiara Titos, është me fat që ka në jetën e saj një gjyshe si ju. Nuk ka dashuri më të madhe se sa ajo e një gjysheje, dhe unë e pash sot këtë dashuri të derdhej nga ju drejt saj në mënyrën më të bukur të mundshme. Ishte një dashuri që nuk ka nevojë për fjalë, një dashuri që shprehet në mënyrën se si e mbani, se si e shikoni, se si e ndjeni praninë e saj me të gjithë shpirtin tuaj. Në atë moment, më kaloi në mendje një mendim i thjeshtë, por i fuqishëm: sa shumë do të mësoj Luna nga ju. Sa shumë do ta ndihmoj kjo lidhje, kjo praninë juaj e ngrohtë dhe e palëkundur. Nëpërmjet jush, ajo do të njohë mençurinë, butësinë dhe forcën e një gruaje që ka kaluar kohra, që ka rritur një vajzë të mrekullueshme si Kiara, dhe që tani ka një tjetër bekim për të mbajtur pranë zemrës. Blerta, ndoshta për ju kjo ishte thjesht një shëtitje e zakonshme me mbesën tuaj në park. Por për mua, ishte një moment i rrallë, një kujtim që do ta ruaj si një dëshmi të asaj dashurie të vërtetë, të pastër dhe të pakushtëzuar që ekziston mes një gjysheje dhe mbesës së saj. Jo të gjithë kanë fatin ta përjetojnë, e jo të gjithë kanë dhuntin ta shprehin në mënyrën që e bëni ju. Sot, pa e ditur, më dhuruat një ndjesi të bukur, një kujtim që do ta mbaj gjatë në zemër. Dhe për këtë, ju falenderoj me gjithë shpirtin tim. Kjo ka qenë edhe letra që zonja i ka dërguar gjyshes së Lunës, e cila me siguri do e vlerësoj jashtëzakonisht shumë këto fjalë që duhet thënë se janë të mrekullueshme dhe kushdo do donte që ti dëgjonte.